E nëse merremi atë që na duhet, na intereson, Allahu Jalla wa Ala për këtë besimtar që ka një islam të mirë, të plot, të përsosur, ja shumëfishon sevapet dhe shpërblimet. Thot profeti alayhi salatu wasalam, nëse dikush i cili ka islamin e fortë, pra ka një islam të mirë, të plot, të përsosur dhe bën veprën e mirë, çdo vepër të mirë që vepron ai merr 10 fish shpërblim, deri në 700 fish. Pra nga 10 fish deri në 700 fish, 10 fish është më e pakta. E kjo është për mirësisë dhe mëshirës së Allahu Jalla wa Ala, për robën e vet, besimtarin dhe besimtaren. Nëse vepron të keqen, thot, atë i shkuet vetëm një e keqe. Pra më e pakta është 10 fish për punën e mirë, dhe kjo është prej mirësisë së Allahu Jalla wa Ala. Ndërsa shumë fishi deri në 700 fish, ajo është në varësi të forcës dhe fuqisë së islamit njeriu. Sa më i madh dhe i përsosur të jetë islami i tij, aq më shumë e shumëfishon sevapin shpërblimin Allahu Jalla wa Ala. Pra shtimi mbas 10 fishit është në varësi të islamit ton, dhe kjo varet sipas niyetit, sipas nevojës për atë punë, sipas mirësisë asaj pune, apo shumë shkaqeve të tjera. يظل يتيم